Ushtria me u pullën e me shku në përitan miku, ta? Se ti po thuaj qëllim zhoj. Po zinxhir komandues duhet me pas, duhet me dhënë dorëheqje prej qeverisë dhe për detaj grada ma rrugë të ushtri. Pse ka gatruar rrugën ai tip dorëheqje Ushtria, zoti Sadiku. Ushtria. Nga komandanti presidenti Osmani. Ushtria I ndërtohet radit kushtetues ligjor, kontrollit civil, cilin se ka që 8 muaj. Po ka mund ta ngatrojë rrugën në Omatoshin. Dhe urdit të drejt për drejt të komandantit, cili do qoftë komandant, që ta hu pullën, ai nesër qënë në pritan mikut. Prandaj, lidhje kjo me humbje u dhe s'ka, kjo është bo për filma, propagandistik, për zgjedhje. A është kjo një provokim? Jo, ndëgjoj. Apo është humbje rrugës? Google Map ka shku, ka Google ka qenë komision për Google Map kam përdor. Qysh me shku? Para se gjithë Google Map. Kushtrim. Tani funksionon Google Map se më herët s'ka funksionuar veri. Kushtrim. Me shku me Google Map. Para se gjithë thash unë mendova që kur të hapsh temë, të paktën çtu kemë pas një far konsenzusi, një far pajtimi që përkundër këtyre profesioneve që I kemë, përkundër detyrave që I kemë. Po kemi pajtim këtu. Jo, përkundër këtyre profesioneve që I kemë. Pra kemi u pullën na ata o koleg. Veç pak. Kush e ka u pullën këtë rast? Do duaj pak që t'jemi Unë veri zakonisht se ubi rrugën. Po kush e ka u pullën? Pa zoti Dugolli u kon pjesëtar I komisionit. Jo, edhe I komisionit, po u kon me dinjë atë udhë. Se ka besoj po veç lem, do duhet të paktën t'jemi përshtet. E t'jemi prokop, jo mërës jemi heq. Ne vetëm po kërkoj konsekuencë. Halo, Serbia ka për rrugën asimi prostet. Dëgjoj, halo, Serbia pa reagu, këtu shkon pej do portale, bëhet në farinqizime. Po jo me shku me NATO. Ama I kërkoni marrëveshje me Rasmusenin. Dëgjoj. Edhe krejt një ngjarje të jo me Rasmusenin marrëveshje me krejt një ngjarje sekondare e cila në asnjë variant as ka qenë planifikuar as nuk mund të ishte planifikuar ka dalë lem të foli se tash fal kjo a është aksident apo qëllim apo është provokim me paraqit e me fry aq shumë saqë mi dha argument Serbisë mua në ku se kjo FSK-ja pas ka dalë në veri. E kemi gjithë qëto me argument Serbisë të tërkuar. Unë e fojnë në mqel gojë, unë e argument Serbisë. Ato NATO zoti Dugolli, shkone unë me ragu Serbia. O NATO apo me në një kam qërë sytë, ata se kam po. NATO-ja as një reagim nuk e ka për shkak se janë sqaru me FSK-n dhe ky rast është rast izolun I cili kanë Pasha ari pëmohem në kontin patriotik, zoti Dugolli, pasha tokën e zezë, me u pushtëria u dhe në është turk komtar. Pasha tokën e zezë, turk komtar, me u pushtëria u dhe, në territor të veti. Ti nuk e kon shtar, as se ti çka ku e din ti që ka qenë shtar në kohën e Jenas. Ku e din, ju më kanë edhe në këto. Jo, si e kanë këto. Edhe këtë ka qenë. Ku e din ti, e me ta dokumentu të kundër çka thu. Jo, ka patur komandant shef Kigashit. Po unë të kërkoj fali, po dëgjoj, unë mos fol si një koleg yti deputet që më theket kum po me pushk në Zajçeca. Dëgjoj, veç pak. Mos folni për kështu. Jo, po. Sa mohë më uni diku. Aq shumë I dha zjarr sikur mi pas cenu Rusia. Unë jo me shku atje ushtria Kosovës, po me shku me Rasmusenin. Po jo hen. Me shku me NATO. Po jo hen Rusia shtetet NATO spjallë se në integritetin. Po jo përse unë pësuve Serbinë e Rusinë, për parësinë e ju përdojnë e Rusinë e Serbinë. Ka që modhe ndërsa për një as incident nuk Jo, është aksident, është nga ushe rrugën, kushtrim, po për shkak banale po, që sot as incident. O turp nacional. Ju bre nuk është as turp ju çop. Për shkak turp. A kanë turp ju çop. Këto s'kan provoku kanë. Këtu është diçka. Po jo me provoku se komunë hiqatë. Unë e kom qysh ushtria në territorin e vet me hupullën. Po nuk e ka hup ushtria rrugën hiç, sepse ushtria unë nuk mendoj që qëllim se më ka bërë. E ka hup komandoja supreme. Nuk është FSK-ja në çat nivel që nuk I njeh rrugët e Kosovës, studit që Kosova është, ku di çfarë territori I madh dhe nuk pini ka këtë rrugë. Jo besë s'kena aq shumë rrugë në mes milion shumë rrugë të veriut edhe a pse si di? Ja, Demosa, pse si di rrugë të veriut, se më herët s'ka mundë të shkojnë atje. Jemi të fol, po
Pe i sokë të njësë ata e në shkua nene. E pse ta ka mund të shkojnë kushtim? Veriu, Amuna me si amuna jo. Po e kam fjallën në përgjithësi shqiptarët e kanë pasur problem të kalojnë. Problemi është ky, që FSK i një rrugë sepse nuk kemi shumë rrugë dhe i ka hartat. Edhe dim të dalë. Para me vjedh bashkë me kriju bonda. Ata që vjedhën ata i kanë notat e përbashkët. Në fund FSK ka shku aty me urdhër politik. Pik. Me urdhër politike dhe pastaj ku nga këta ndërkombëtarët që na kena qef shpesh për vend, ku nuk kanë neshi politikës, pse është bëu ky veprim? Është dash me turpru FSK-n, me dal FSK-ja me kjo është vërtet rrugën. Kjo është absurde po kjo politika është vërtet. Me dhe urdhër politik me turpruar edhe një pinjoll gjasharëve. Kjo ka një kundërshtisë vetëm pak. O mos e puzdoni policinë edhe ushtrinë edhe mekanizmat e sigurisë politik se i flishni bre. Uroj që Se këta janë pa ofë. A kuptoni? Pushteti aktual, lëvizja vetëm me dy është e pa ofë total me qeverisë me shtet. Nuk e di çka është shteti. Uroj që Dugolli ka një kundërshtim. Uroj që këtë emision të mos ta merr si referencë Vučići se komunisti tu. Po mani besë kjo ka Komunisti tu. Po mani se çem Me urdhën politik. Pashporë vjetra. Jugosllavi nuk jap as po ju as po Vučići. As të vinë çerdhe. Nuk mundesh me bashkë që se ka hup rrugët. E se tani